Mbulo që të mbulohesh. I dërguari i Allahut profeti Muhammed, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: kush mëson për një të keqe të vëllait të tij dhe e mbulon atë, Allahu do ta mbulojë atë në ditën e ringjalljes. Ky hadith i profetit ton të dashur na mëson rëndësinë e ruajtjes së nderit dhe fshehtësisë së tjetrit. Besimtari nuk duhet të përhap gabimet apo të metat e vëllait të tij, por t'i mbulojë ato me qëllim të ruajtjes së dinjitetit dhe përmirësimit të tij. Kjo sjellje është shenjë mëshirës dhe e moralit të lartë. Në këmbim të mbulimit të gabimeve dhe të këqijave të tjetrit në këtë jetë, Allahu e shpërblen duke ja mbuluar gabimet dhe të këqijat e tij në ditën e ringjalljes, ditë kur njeriu ka më së shumti nevojë për mëshirë dhe falje. Thelbi i këtij hadithi fisnik është mos i ekspozo gabimet e tjerëve, sepse mëshira dhe mbrojtja e Allahut vjen për ata që mbrojnë të tjerët.